Përshëndetje për shikuesit edhe zë mikrofonit, po takohemi edhe këtë javë bashkë me mu studion kësaj radhe, e ndoni djali i ri, një këngëtar, një super talent, që për javdri zemrat këtë atyre që për i kam punë të kesh me dashni. Me mu zonde Bujar Mustafa, mirë se ke orë Bujarën. Bini mirë se gjeta, falenderoj shumë për ftesën, është kënaqësi me qenë pjesë e misionit juaj. Falenderoj shumë, falenderoj ty, falenderoj për kohën, se e di që i angazhuar me mramje, me koncerte, me studio, dhe ti që ke ndohë kohën me ardhë. Bujar ashtu direkt, pse ka shumë balada, a ka shumë i na të vujt, na si populla, qa problemi? Pa, kena qëllu pak... Ku këtë inspirim? Kena qëllu pak populli i vujtë na si shqiptar kështu, edhe me të kallzu drejt, këto e kom gjetë veten. Okej. Edhe nuk po nala këtë farë. Edhe i ndjem baladën ma shumë, a? Po i ndjem pak ma shumë. Këtë stilin e balada, këngëve për me vujt ma... Po si thash, populli i vujt në shqiptar. Po edhe kur lypët, kur është, do më thonë, në një rast dasma këto sa ne ki dhe repertorin shtarë. Po, normal që... Jemi edhe pjesë e dasmave, hajnjëve, edhe për gëzime familjare, jo vetëm për me vujt. Po, e di se të kumë po. Bujar, kështu, konkretisht që sa mirësh me muzikë? I ka që nja, nashta 6 vite që mirë në pak ma... Ma aktiv. Po, ma aktiv edhe ma profesional. Po, kështu muzikën e kom pas qef qysh moti, edhe krejt që shtojnë prej vogël, kënojmë krejt, që një pres 6 vjetë që shtu, unë e kom barë pak ma seriosisht edhe jemi të pas kogja sukses edhe, po normal, kush punon ka sukses. Po, pa tje. Bujar, a ke pas dikën pi estradës inspirime, a ke pas dikën? Me të kallzu drejt... Se normal si fillim, si çdo i ri, dikun bazohet, dikush të pëlqen. Po tash... A ke mo vizitër ka pak? Veç kusht rënë, se gjithmonë kemi lakmu të dikun kemi lakmu të këngëtarët, jemi inspiru të këngëtarët që kanë pas sukses, normal që kanë punu, kemi pa mbramjet, atë energjinë e publikut, atë energjinë e mirë që ta japin dhe më tha kër i kënoj këngët e tua, edhe kom vazhdu me ndjek atë andrë, edhe po besoj që jemi rrugës dur. Po, atë kanë thonë që në gjasëm me nej këngëtarë në herë, se ko që kështu i veçan tje? Ka pas raste rallë, po jo. Shumica më thonë që je i veçant, nuk e kopion kërkon, e ki në gjyrën e zonit, ta ka falë zoti zonin, gjyrën e zonit veçant, edhe kështu jo. Njifnë si Bujar Mustafa dhe nuk... Po e di që ko që e ki një karakteristik, si të është një kongë e jotja vreqi e te, që ke kohë të bëj shumë muzikë. Po, kjo është qëllimi dhe kjo është... Kjo është e veçan këngëtari. Po, që e veçan, kur ka një veçanti artisti, do më thonë, ko të bëj shumë. Po, normal. Cila është konga jote që në fillim veç ke fillu me marrë vetën ashtu që ja kanë fillu njerës më dash, më të shkru njerës? Tash, në fillimet e mija, nuk është që s'kom kënu edhe këngëtarëve tjerë, kolegëve, se ka këngë mrekullueshme, që kanë bërë kolegët. Po, si këngë që kom pas sukses, do më thonë, o kanë këngë kam këmbyt. Këmbyt, a? Më këmbyt që është bërë shumë virale. Edhe ne e kom nguat këngë, edhe e kanë këndu. Bile s'kena qarë pak nuk të në mision. A kështë mbosh tash pa huko? Pa hezitu fare. Okej. Ku e bojna zakonesh? Hajde, shkojmë G. G, a? Po. Se di kush ty të mashtroj, dikush keq të foli e prej meje të largoj. Mos qaj se tani është vonë, një zemër të vdekur jo ti kur ma nuk e zon. Tani Te lutem mos qaj,
Ndëgjoje këtë këngë thuju krede se m'kelën. Bravo, perfekt. Faleminderit shumë Bini. Shumë mirë. Tek nën si në original gjithmonë njëjtë. Po, edhe në studio kur shumë e kënu, këtë zaqës unë, të të rëzano këshës. Bravo, edhe pse këto jena, këtë e din që na jena... Sa më originali, aq më mirë. Bravo. Angon muzikë shto? Angon muzikë shumë? Nuk është që s'ngoj muzikë. Jo edhe atë shumë, po ngoj muzikë edhe të huja. Jo vetëm shqiptare, po ko edhe këngë shqiptare që shumë mirë. Me bendi, sigurisht që keni bend që shkon... Po. A moni prova, sa ushtroni, sa jeni aktiv, sa pastroni repertorin? Me të kallëzu drejt... A zakonisht mbrëmje ndodhin ato? Po, me të kallëzu drejt... Spontanisht kohë që... Në fillimet e para, do me thonë, kemi bo prova se në tash, ma nuk po na bjen se prova po vojna në mbrëmje tash, se po kemi gogja mbrëmje edhe në i këngë që shtohet në repertor, është spontane ato këtu, do me thonë, edhe nuk është që bojna prova, me thonë, të mbledhemi, po na herë për qef mbledhemi kështu, shoqënia, po... Jo, e në kas për prova se... Po, zakonisht do me thonë ndodhin në përmbrëmje, ku koordinoni... Po, në përmbrëmje, se kemi kryu atë personalitetin, do me thonë, edhe nuk është kemi nevoj për prova ashtu. Po. Bujar, sa ka qenë përkraja e në tjerëve ndaj teje? Kolegëve, bashkëpunëtorëve, përveç familjes? Po, përveç familjes... Kisha pas dëshirë me i falendru të gjithë, se tash me njës me i përmen me emra shumë. Më kanë përkra të gjithë, i falendroj shumë për i zemrës, gjithë ata... Që kanë qenë oferteje? Në veçanti menaxherin, mos të harroj Labin, e përshëndesim Labin shumë. Labinët Nuraj, Tigrin e Deçanit. Gjithë shoqëninë, rrethin, gjithë ata që më kanë përkra, sidomos në veçanti publikun, që ata të bojnë me... ta bojnë zemrën më një plot, edhe është një knasi e veçantë. A me qef kënë ndarsma, a në mbrëmje? Me qef kënojnë të dyjat. Po, normal që ma me qef ku, a zakonisht mbrëmje masi qevi që edhe... Ndarsma është një farë atmosfere, pak ma ndryshe se jenë familje, është një farë atmosfere ma familjare. Po, në mbrëmje është një farë atmosfere që, do më thonë, aty t'i kënoj këngët e tua, se ndasma nuk më miknu në këngët e mija të vujt aty. Janë disa këngë ku je kanë, janë disa... Edhe këngë ku je kanë këna me kënu këtu live në emision. Tash, s'kena me lanë pa e kënu. Po në mbrëmje është një farë emocioni veçantë, kur t'i kënoj këngët e tua, dhe se është realizimi asoj ëndrës që ti ke pas. Po. Bëja që menon për kolegët që disa e ndërtojnë karierën në bas skandaleve, a e bojnë për shkak që ndoshta tentojnë me fshi mungesën e talentit, apo veç kanë dëshirë me pas vëmendje? Për këtë pjesë nuk po kam qef shumë me fol, po me të kallëzu drejt une si armë kryesore, suksesit e shoh këngën. Po, do më thonë ti... Kjo është kënga mu veçu si artist. Po, kënga si artist do më thonë, po, muzikë të mirë, e jo për me skandale këtine gjana, se po menimi jem është që kur mendon me dhejës për me skandale e këtyne, është mungese këngëve të mira, mungese dijes punës tane. Po. Kështu që... Sakt që thash. Masi evi që të cekëm që të këngën për darsën një qeki, ja? Po, ku je kanë. Ku je kanë, po, e vojna? Pa tjetër. Hajde, ku, këshëm bu? Hajde, vazhdojmë, Okej. E ku je kanë ti kur shaja unë, a ke vujt edhe ti si unë, a nuk pate ti as pak gjyna, aman, a e dinë sa mirë kalloj shimna. E ku je kanë ti kur qaja unë, bravo, a ke vujt edhe ti si unë, a nuk pate ti as pak gjyna, aman, a e di sa mirë kalloj shimna. Nice, e kom një, më ka dalë, kush e ka shkru? Këto ka shkru Fadil Topalli. Fadil, ja? Të shkru si, po. Përshëndesim Fadilin shumë. E përshëndesim me zemër. Fadilin kumë punu e dhëne, vazhdoj me punu.
Po, Fadilin ideali mirë. Po, Fadilin e kena shok. Po, projektet tua, tash çaj tu bo konkretisht? Po tash jemi të punu me djemt, me Gullun, me kolegë tu Nurtelin e gjitha ta si përshëndesim, Dardanin, Graniti. Jemi të punu projekte tjera, treja, shumë senet mira, kështu që kismet presim diçka me punu edhe me ty bini. Po, pa tjetër, që kena diskutu motin, po dhe sa ti vjen kismeti. A i të punu diçka ma gjallë për vera? Edhe pak po presim të vjen vera, po njëherë... është edhe pak ko? Ka ko edhe pak, halon të vujt njerës. Okej. A ke mendu me pos album tonin? Po, kam mendu, edhe besoj që shumë shpejt ku me kriju albumin tem. Me kon krejt treja? Po, krejt treja kon. Po gjithmonë të vujt. Na shta një për dashni ka pak, jo me vujt, u dasht ka pak, po. Ku e shë vetëm mas 5 vjetë? A i ke menu? Nuk e ko menu me të ka zot drejt. Mas një talë me shkurt, 3 vjetë, 5 vjetë. Shefi o dëshira gjithmonë është mirë e ma mirë, sukses ma suksesi. A shënë për koncerte pak matë moja, me bo një band matë madhë, me kriju albume, me kriju me pru një... Me të kalëzu drejt, pak ma shumë që në vetë më herë ta inspiru në ikun, jam inspiru pak ma shumë të një farë këngëtari turk. E njojnë krejt merë është. Edhe paka shumë kum pase me njek stilin e ti, zhanre ti. E kum diskutu frik me dikën që nuk kem të po shumë aktive. Mero? Po. Ja këna morë na punë. Ai gore, po vajse jo, se son jam... Ai edhe ka bo rap? Po, edhe rap. Edhe ka knu refrena kështu... Nuk është s'di me knu edhe rap edhe unë. A ke provu nërë? Ja, s'kom provu kur... A jo, a? Nuk kom që me provu se... Nuk është që s'më shkom, po nuk e kësha provu. Që janë konë repera që mas nejve që kanë kalun, kanë knu kështu. Po... Po di më thonë ti e ke njësë shto, prej fillimet ka flenë shpis. E kom njësë edhe... Besoj me biti ishtë, inshallah, s'kena me hire e fit. E turqisht, se përdesa i kënën që tu e ki që të skallë. Po. Do është me kënu e turqisht mirë. A ki diçka që e këshu mujtë për e parë me zbulu publikisht, se na qëtë njohë me ata që të ne din që ti kënën. Po për tjertë. Turkisht nuk kom kënu diçka hala ma heret, po kësha provu diçka zbashë me ty këtu. Hajde? Shumë gjithë me sen. Diçka që është që viqë është dhe njohëtën për publikon. S'po di Aramam e provu. Aramam, okej. Aramam. Hajde shkojmë në D-ja ma. D? Ose s'kadert. Po, kënojmë ullëtu. D, ma mirë. Po, mas jemi për qef. Hajde. Ose po e ndrojmë kongën bini. Po shkojmë Hajdi Sojle është kongë ma e mirë. Po. Hajdi Sojle. Shkojmë G. Haydi söyle onu nasıl sevdiğimi, haydi söyle rüyalarda gördüğümü, haydi söyle uykusuz gecelerimi, haydi söyle, haydi söyle onu nasıl sevdiğimi, haydi söyle rüyalarda gördüğümü, haydi söyle uykusuz gecelerimi, haydi söyle. Shumë mirë, pëse s'pe bënë një kongë turqisht? E provojna një kongë turqisht, këna me provu. Po, që s'qysh. Kismet si djetë. Dë më thonë prej turqve e ke ngu Merun, a? Ibrahimin, ta sikoj është ta krejtë. Po, Ibrahimin, Merun, qëta, po. Janë këngëtarë që dhëtë paqarë me ngu sen të mirë. Bëjarë, kam qef më të një edhe diçka të kënu krejt out prej kësaj. Diçka për shamull nuk një pakon patriotika, një diçka kështu. Patriotike. Një strofë nësë është e vetë mja, një strofë. Nuk o lidhe gjatësia e kongës, veç po më vynë me pos një verzion tonin kongë patriotike që është kënan. Okej, provojmë diçka. Okej. Cëllën për shamull? Shkojmë G, Kreshtat e Kosovës, e provojmë? Po, hajde. Hajde, shkojmë. Jo, Kreshtat e Kosovës kanë marrë në gjyrë të kuqe, Krushit e Dardanit janë isme marrënuse,
po ju prin për para, shqipja e kastriotit. Lull bashurë në qelin, me për vlak barojotit. A të shë? Sa mirë. Po, nuk është si krojmë të kongë, se zakonisht kur vjen sofra në fund dasmës, do të mizet nuk. Deshta më të futën që të pjesë, në që i kënë mirë edhe, po përse që publiku në pak ma... Kanë qëve me një diçka që s'kanë një ma herët. Po, marisi. Cila është konga jote fundit, ose kohën e fundit që u pëlqy, prej mosë dhe pse kongë të tuaj në të pëlqy, kohët e fundit krejt, e kom përcit, na veç ndjekëm njëni tjetërin edhe pa qëtë që e shomi punën njëni tjetërin. Kanga që u pëlqy ma shumë të kohët fundit është Se e kom dasht, kanga që e kem punu zbashku me Gullin e Dardanin, është edhe një person tjetër që nuk muj me përmenë se nuk ka dash me ba publike. Që ka qenë pjesë e kongës, Po, pjesë e kongës, edhe më ka përkra vazhdimisht. E falenderoj shumë, edhe është Se e kom dasht, po kanga e fundit që është u pëlqy tash është Ndasmën tane. Ndasmën tane, cilin të kjesh qef, e kënojmë të edhe live. Bëjarën kësha po qef me të një të dyja t'i knu, po pe kënojmë njerë të parën cilën du shte. Vazhdoj me Se e kom dasht. Se e kom dasht, okej. Ku e bën këto? Hajde shkojmë G. Se e kom dasht, me krejt mirat e krejqia që i ka pas, kur m'ka gëzu e m'ka idhënoj, kur m'ka plas. Sa e kom dasht, se e kom dasht, me krejt mirat e krejqia që i ka pas, kur m'ka gëzu e m'ka idhënoj, kur m'ka plas. Sa e kom dasht. Wow, për në kongë e mirë. Kongë e mirë është. Po, gjithmonë kongë po e nisu me njetë mirë dhe përdalin, mirë dhe përdalin. Po, pa tjetër. Edhe, po, edhe e ke gjitë që zhondrin, dhe më thonë Po, stilin. Po, e ke kriju një farë stili që tash je okej, tash veç me punu edhe mës me... Te unë përgjen stilin njerës, dhe më thonë, përgjen atë vetën e ty nëse po kanë qef edhe me vujt, që so kongë... Pak ma moderne, pak ma moderne, pak ma klab, pak ma... Po edhe, po futëm edhe live. Dhe më thonë të unë i kanë gjithë dy në një shështë. Bravo. E që e tjetra ndosmën tone, ke? Ndasmën tone, po. Okej. Qështë është aja? E kom një. Ndasmën tane ka me Okej, hajde. është kongë e mirë. Këto ndosma se këna, na? Jo. Ta më puna, me kënu këta dhe... Okej, ge për bëna këta? E bojmë ge, hajde. Hajde. Ndasmën tane ka me ardh, dumet pa me fustë të mbardh, jam betu e bekam ba, ty si nuse vdes me t'pa. Ndasmën tane ka me ardh, dumet pa me fustë të mbardh, jam betu e bekam ba, ty si nuse vdes me t'pa. Sa je bona zemrën guri, e dështa me dëshkru, një fotografi e pash, ti ishe martu. Si ti shiva nuk e besova, shpen kishe haru. Muam to kam zuni qeli, s'ka ma jet për mu. Ndasmën tane ka me ardh, dumet pa me fustë të mbardh, jam betu e bekam ba, ty si nuse vdes me t'ba. Ndasmën tane ka me ardh, dumet pa me fustë të mbardh, jam betu e bekam ba, ty si nuse vdes me t'pa. Publiku. Faleminderit shumë Bini, faleminderit stafi. Okej. Bujar. Po besoj që bolli kena shti me vujt. Po, ja ma shumë, m'ja vrit dozën për hera e tjera. Po.
Bujar, për me që knasi që kemë sonë të bashk. Faleminderit shumë Lini. Jena knasi është edhe për mu. Faleminderit shumë. Edhe besoj që shijmë edhe hera tjera. Patjetër kena me përbo dhe diçka bashkë, kur vina herën tjetër me siguri kena më komunikon të drejt tonën. Kismet po. Kena me përbu dhe diçka tjetër me bo. Dash Zoti po inshallah. Faleminderit shumë edhe një herë. Ty veç suksese. Faleminderit shumë Bini, faleminderit shumë. Vazhdo mësonal. Faleminderit shumë, suksese edhe ju si emision, jeni të mrekullueshëm. Faleminderit shumë. I përshëndesim edhe publikun që na ndjekin, faleminderit shumë dhe falenderojmë për përkrajen. Faleminderit. Shikoj të nderuar, pra këto po e përmbyllim me Bujarin, shihemi javën tjetër me mysafirin e radhës. Faleminderit shumë që ishit sonte me neve. Faleminderit.